Nga 3 nxënës në një bank, kështu zhvillojnë mësimin këta nxënës të shkollës fillore Liria në fshatin Jabullqisht të epërme të Velesit. Kjo është shkolla e vetme ku mësohet deri në klasën e 9 në gjuhën shqipe dhe e cila mirëpret nxënësit e fshatrave përreth dhe kjo ka ndikuar që të mbushen hapësirat e shkollës. Nxënësit thonë se kanë të vështirë të mësojnë në një bank nga 3 nxënës. Po, mirë ama sun shkryush, ma mirë me konë 2 vetë, ama sun shkryush kur jemi 3 vetë. Banka nuk kena më unë gjën 2K2 e ullemi 3 veta. Nuk e dita, shullemi 4 veta, ama sa ne kur vinë ka 5, do në tona unë gjëmi. Kurse një arsimtar tjetër thot se disa herë kanë kërkuar që të ndërtohen hapësirat të reja, por deri tani asgjë nuk është ndërmarrë për zgjidhjen e këtij problemi. Organet e shkollës kanë bërë kërkesa, po duhet bëjnë ende më tepër, për shembull Ministria e Arsimit që zgjidhet ky problem. Mos jetë problemi përhershëm ky, se nuk ka hera e parë si vjet. Po ka edhe shumë vite tjera kurse jam unë, këtu do të thotë për herë hasemi me këtë problem. Ku kemi punuar përpara për 10 vitesh ne me 3 ndrrime këtu që s'kemi pas hapësirë se ku të mësojnë nxënësit. Kryetari i Këshillit Komunal të Qashkës, Ramadan Hamzai, thotë se kanë votuar projektin vjetor të shkollës, por se presin që Ministria e Arsimit të ndajë mjete për ndërtimin e klasave të reja. Është e bërë me dije edhe deri në ministri se mungojnë paralelet, numri i nxënësve është mbi masën që duhet me pasën nxënës. Përgjigja ka qenë jo tani, ma herët nga ministria, se do ta ketë, do me thonë, në program, para pame, që të ndërtohet edhe një katë në shkollën, mirë po, deri tani nuk kemi asë një përgjigje. Ministri i Arsimit me përgjigje se duhet pritur të kaloj periudha e procesit zgjedhor e pastaj të ndihmoj shkollën. Jemi të hapur për të ndihmuar gjitha shkollave, jo vetëm Lirisë, por tash jemi në prag të një procesi parazgjedhor, kështu që besoj se ka disa punë që nuk mund në gjatë zgjedhjeve të zhvillohen. Arsimtarët e shkollës u bëjnë thirrje institucioneve kompetente që sa më shpejt të ndërtohen hapësira shtesë me që numri i nxënësve për një klasë kalon të lejuarën dhe ndikon në procesin edukativ arsimor.